Pesë importuesit më të mëdhenj të naftës në vend janë tronditur nga vendimi i fundit i Bordit Transparencës, i cili uli çmimet e karburanteve në 203 lekë litër për naftën dhe 175 lekë litër për benzinën. Sipas tyre, këto çmime nuk mbulojnë kostot, një deklaratë që vjen vetëm pasi çmimet pësuan ulje, ndërkohë që në periudha rritjeje të forta, shqetësime të tilla duket se nuk ishin në rendin e ditës. Në një reagim zyrtar, shoqata e hidrokarbureve i ka kërkuar ndërhyrje Ministrisë e Ekonomisë dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për të shmangur, siç e quajnë ata, shitjen nën kosto. Por paralajmërimi shkon edhe më tej. Nëse situata nuk ndryshon, importuesit kërcënojnë me kufizim të furnizimit dhe ngadalësim të zhdoganimit të karburanteve në Porto Romano, një lëvizje që rastësisht ose jo prek drejt për drejt tregun dhe konsumatorët. Në thelb, mesazhi duket i qartë. Kur çmimet bien shumë për xhepin e qytetarëve, bëhen problem për ata që i shesin, dhe në këtë rast, kriza duket se nis pikërisht aty ku fitimi nuk është më ai që ishte.